nipi ju 17 vjeçar. Këti bojna vetë, këti janë bio, mishi, vetëm për iftare pregadisëm. Në momentin kur dikush ma qetë për para brumin, s'muj me rezistu. Nashta mishi na pete lan e te brumi pak, pa shku. Selam aleikum të dashur shikues radio televizionit Televia, ju përshëndesim për qytetit të bukur të Prizrenit. Sa herë me kolegët e mia kemi ardhur në këtë qytet, i cili gjatë muajit të Ramazanit shndrohet në një qytet me plot harmoni, me shumë mirësi, me shumë dashuri, edhe ka shyret në të gjitha cepët e qytetit. Është i njohur domethënë për ngrohtësinë që ky qytet e jep gjatë muajit të Ramazanit. Neve për iftar na ka ftuar zonja Shazime, një zonjë që ka lindë dhe është rrit në Suharek, nuse e Prizrenit, edhe tash e kanë hap që sa kohë këtë restoran ku punon me nuset, me nipat, me njerëzit e afërt, edhe një ambient tepër i ngrohtë. Zonja Shazime, faleminderit shumë që na ke ftuar. Faleminderit edhe ju që keni ardhur, mirë se keni ardhur. Zoti ja shtoft bereqetin. Amin. Në të vërtetë që ka një vend shumë tradicional. Por edhe Ramazani, inshallah me të mira na hec. Amin, inshallah. Zoti ju shpërbleft që na ke ftuar. Amin. Amin. Faleminderit edhe për juve që keni ardhur. Bashkë me kolegët e mia nuk pritu me ardhë të ditë që Prizreni është vend që prej momentit kur thirrët ezani është një lloj gjallërie. Po, ndoshta edhe pse ka dhe shumë xhamia mbrana në qytet, edhe pse njerëzit janë në vërtet shumë të afërt edhe janë shumë falënderues. Po, çashton është. Të presim iftarin, inshallah Zoti na e bën kabul. Inshallah, e ju baft mirë. Tash e kemi bën një kombinim edhe më interesant, Gjakov, Ana Morav, Prizren. Anant, ju baft mirë, faleminderit që keni ardhur. Zoti ju nderoft. Amin. Inshallah ka gjithmonë kjo shtëpi. Inshallah. E përmenda që ke punësuar dhe Kojshike? Po, Kojshike, kur natën, çdo i kam po. A je knasht me këtë farë organizimi me këtë? Shumë e mit knasht. Mirë është, mirë po shkon puna. E përmenda që nuk punoni se në kur erdhëm, para iftarit nuk e kërkush. Po. Gjatë ditës derisa i xhirum edhe do receta. Nuk punoni gjatë ditës? Ja, atë ditë nuk punojmë, vetëm për iftar ai kem. Ditën s'punojmë. Vetëm gjatë iftar. Për me respektu muajin Ramazanit. Po, muajin Ramazanit me respektu. Alhamdulillah. A qënë Zoti bereqet për këtë farë? Se është një farë sakrifice. Po. Zonja Shazime, Zoti ju nderoft. Mbani shumë përshtypje që nipi ju 17 vjeçar. Po. Ty ndihmu edhe ai tjetri 14 vjeçar, kanë bërë me i bë krejt për ushqime, mashallah. Sa është kënaqësi me i pa nipat që punojnë? Shumë kënaqësi. Punojnë këtë nipat, rejat, këtë imi me familjar, këtë i bojna vetë, këtë janë bio, mishi, soxhuki, mishi terën, këtë janë bio. Ti sa po mundesh minimu? Po muj, për një maj, mirë. E përmende që edhe burri jetë punon edhe s'nalet kërë që angazhu krejt punimet i kanë bërë me djalin bashkë. Se secila pjesë më e bukur se tjetra. Po, vetë i kanë bërë bashkë. Dyqysh edhe tradicional edhe bukur për sy. Po. Me mendu që kush e di sa kohë është dash me mendu për me bërë. Djalla vetë i kanë bërë me dur drejta, me mundit vetë, këtë që të shkapishin. Ti më the që e ki edhe një dyqan. Po. Sa po mrinë edhe atje dhe këto? Para dite, atje mas dite. Apo pushon ditën, tash në Ramazan pak ma zërë. Po, tash ti... Masi ditën s'punoni nështë pak ma letë. Po, ma letë, ditën s'punoj, vetëm për iftare pregadisëm. Cili është receta që e ki ma për zemre? Që ta bujnë e herë një pak për shef gjyshës? Po goqe edhe spica. Me që ta kënaqeni po më duke në gjëratat e juve mas shumë ti me... Po qashtën, po goqe edhe spica. Recetën e qëti sosit jam ura. Po, vajtë shek. Më dha, bile vlera e komentoj kjo që nuk jopin recetat bashkë. Do që i kanë më të veçanta veç. Mashallah shumë sosit. Kajtë që të ashtë, kajtë i din bi ba. Sa mundu na thëmë mështë hapë brum një iftar, se dyqysh me ka të efektin. Në momentin kur dikush ma qetë për para brumin, s'muj me rezistu. Nashta mishin apet e lan e te brumi pak, pa shku, nashta jenë arrit qashton. Edhe të ushit tepër të mira. Tepër të mira. Dhe produktet e qumshtit dyqysh, djafi, kose, longi, po t'i qelin sytë bre. Të produktet e qumshtit, a pi bëni vetë djathin e këto? Jo, djathin a binë, që ta atë miqët. E kosin, këto qirat kajtë vetë i zajnë a kosin. A binë 40 kila ta, 50.
Kush për bën Fizar. kusën ti? Nusja, jo nusja. Unë s'po jam këtu para dite, kur po vjen nusja për bashkë. E që kjo po ta jep tani edhe ma Po. shumë, edhe djathi ti për Po. E mishin, a keni na i farë I veni prejna vetë. Do më Vetë thonë i prejna, gjithçka. po. Vetë i prejna, dhe. Mashallah, se dy qyshe dhe dje, një pat të ri, Po. mos më nalë korë, qëfar pritje, tashtu na vetë me njëra, apo do një qajnë, apo do një mbëlsira. Po thonë shumë mirë se edhe ma herët i thash, edhe sot po kish shumë rol të ri që jenë që shtu aktive në mbështet se edhe për këta është një mundësi e mirë për një të ardhme të tëne, Po, atë një qashtë rrugë në. shtrune, po dhe këta janë duhe shfrytëzu. Edhe se sot Për shkollës, shkoj shkollë, për shkollës janë që tu e kanë Po, punën. shumë mirë. A u kone vështirë për ju me bo fmit, në më thonë, se ka njëherë në varët dhe ti asoj zoj shpisë që ka menagju punën. Jo. Janë kanë ngushëm. Qështu në kemi thanë, qështu kanë arë, kanë punu, ala punojnë. Të rritet zemra si gjyshe për të Po, shetë që s'po më rritet, po. Ku peshe një, pat peshe ngatë veti, punën e vetë, normal. Musafirët apo vinë këtu veç prej Prizrenit, a ka edhe Jo, prej la veneve ka mas tjera? Prishtinë, Gjakov, Bej, Shkupit, Macedonisë vinë, ma shumë dhe Shqipnisë që vinë. Mashallah, se në ashta veni i mirë. A bojnë porosi ma herët për iftar, po, sigurisht. Po, bojnë ditën përësim po edhe rezervohet tavolina, sa veti janë. Vinë. E musafirët e shtëpisë që i keni miqtë të doshamirë të tafërmit, që As- kalon Ramazanin pa i thira, Po, bëjtë në i qashtë- ta për shkënit i shtëpia. Jo, la këtu i thirëm, se që të po përgatitëm, që të vinë, e krynë. Zoja Sha, Zotit ashtof bereqetin. Amin. Ju bof mirë, inshallah Zoti ka bull Ramazanin. Të dashur shikues për mbyllim këtë iftar me Kadaef. E inshallah takohemi prap në një herë tjetër. Inshallah. Zoti e pranoft agjerimin e secilit, e pranoft secilin vepër që mundohen me bë, që kanë për qëllim afrimin të Zoti e inshallah kemi shëndet e dalim fond këtij muaji të bekuar të Ramazan.